Eva, Donsa ju shpres se duket se Ministrinë e Arsimit dhe konkretisht Ministrën Agavci do ta kishin gëzuar më shumë grevat. Kështu tha ai pas një takimi të cilën e mbajti bashkë me kryetarët sindikal të nivelit komunal dhe të universiteteve. Ta ndjekim deklaratën e tij. Mësimdhënësit do të jenë të sfiduar nga se një pjesë në nxënësve do të fillojnë e do të vazhdojnë pa tekste shkollore, e mësimdhënësit do të jenë në sfidë nga se me plan program duhet fillojnë sidomos javën e dytë, për zhvilluar njësi nga ky vit shkollor, por do ta kenë vështirë sepse do të njihen keq se disa fëmijë nuk kanë tekste shkollore dhe fatkeqësisht në vend që qeveria Kurti siguroi mjete për teknologji bashkëkohore, për laptope projektor, që t'i ngjasojnë shkollat e Kosovës shekullit 21, ja që këtë vit shkollor po e fillojmë edhe më keq, po e fillojmë edhe pa qenë të sigurt se do të kemi tekste shkollore.